përfundu studimet në vitin 2008, pra jam gjenat 2002-2008, atëherë kam vazhdu me punësim si mjek i përgjithshëm në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Gjilan. Për 2 vite me radhë kam punu në për punktet ndryshme, varësisht prej nevojave që kanë qenë të Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare. Po për fat keq në atë periudhë nuk ka pas ndonjë mundësi specializimi, nuk është hap dikun 3 apo më shumë vite nuk ka pas as edhe një vend të specializimit. Kjo nuk ka qenë vetëm shkak, po ka qenë edhe shkaqe tjera për shkak se numri i mjekëve të cilët pritnin vetëm për një vend pune ka pas arrit vetëm qytetin tim për 30 mjekë të cilët nuk kishin mundësi të kishin një vend pune. Pra u boni një konkurencë e atashme edhe për një vend punës e mos flasëm për specializim. Ta drejtën rrugë të cilat u hapën për Gjermani, ne nuk i kishim shumë njohuri, po interesuam dhe fillu me mësu gjuhën gjermane, gjuhë të cilën nuk kemi pas mundësi më herët ta njohim për shkak se gjatë shkollimit të fillor dhe të mesëm, po edhe aty universitar nuk kemi pas kontakt me gjuhën gjermane. Ne kishim pas kontakt me gjuhën angleze, franceze, po jo me gjuhën gjermane. Për një periudhë shkurt kohore, mandej mësuam gjuhën gjermane dhe fillu me përgatitjen e dokumentacionit që nuk ka qenë edhe shumë e lehtë sepse është dashur një numër i madh i dokumentave të nxirren, të përkthehen, të notarizohen, pastaj të dërgohen në Gjermani për të vazhduar procedurat më të tjeshme.